Dëshiroj të deklaroj se nuk ndihem fajtor për veprën penale e cila më vihet në barë. Seanca e shërtimit fillestar me kaq përfundon. Suski prektërës zovdës në shalës e danës. Të akuzuarit që nga sot Edhe një? Desa t'ju njoftoj, pasi të akuzuarit nuk e pranuan fajsin për veprat penale për cilat akuzohen. Budući da u Privlji nisu priznali krivicu, Ju znači za keni krivična të djela za koje drejt su ligjore optuženi. që nga sot të shtroni në formë të shkruara Znači zakonsko pravo da od danas kërkesë na për pismeni hudhjen način e akuzës dhe da podnese kundërshtimin e zahtjev provave. za odbacivanje optužnice Brenda i këtij znači prigovorene afati ligjor dokaze për 30 ditësh. u zakonskom roku Pas unutar pranimit 30 të dana. kërkesave t'juaj, gjykata do të shërton, Nakon do të primanja vaših analizon, do të zahtjeva, ta sjellë sud në će vendim. analizirati i doneće rješenje. Lidhur me kërkesat e juaja. Lidhur me kërkesat për hudhjen e akuzës dhe kundërshtimin e provave, U vezi zahtjeva za odbacivanje optužnice i prigovorene dokaze, ne do t'i parashtrojmë në këtë gjykatë në formë të shkruara, mi ćemo dostaviti ovom sudu u pisanom brenda afatit obliku, para pa ligjor, znači u predviđenom zakonskom roku, por njëkohësisht do ta ushtrojmë edhe një kërkesë ali istovremeno mi ćemo podneti još jedan zahtjev për bashkimin e procedurës penale za spajanje krivičnog postupka ndaj të mbrojturit tim, protiv mog krivljenog, e cila është duke zhvilluar koja se odvija në gjykatën themelore të Pejës, është profesionist je znači profesionalac dhe duhet i kuptoj disa çështje juridike. i treba da razume znači neke pravne stvari. Procedura penale në Prokurorinë Themelore të Pejës është duke u zhvilluar Krivični postupak u Osnovni sud u Peću se odvija ndaj pandreve Vicentjević protiv okrivljenog Vicentijevića dhe është procedurë nën hetim i to je postupak pod istragom. dhe nuk ka mundësi ligjore I nema zakonske mogućnosti që njëjta lëndë tash da se isti predmet sad se spoji lëndën për cilën veç sa, është ligjore sa që predmetom, ajo lëndë të bashkohet me këtë lëndë sa ovim predmetom znači, që është veç duke u zhvilluar. koji se odvija. neve nuk mundemi të ndërhyjmë në kompetencat lëndore dhe territoriale të Prokurisë së Pejës. Tako da mi ne možemo da upadnemo, kaže, u mesne i teritorijalne nadležnosti, Në znači, kompetencë Osnovnog suda u as Peći. lëndore, as territoriale të gjykatës themelore në Pejë. Nga se do të pengojmë hetimin që është duke zhvilluar në Pejë.